Kryeministri Edi Rama zhvilloi një takim me bizneset në Velipoj, ku shpreh se kjo është ndër zonat më të bukura dhe meriton zhvillim të turizmit me standardet më të larta të Evropës. Rama foli për përmirësimin e infrastrukturës, duke përmendur projektet që janë në proces, si akti Milot Balldren dhe Milot Muriqan. Kemi shumë akoma mundësi për të krijuar një infrastrukturë hotelerie dhe infrastrukturë mikpritje shëmbullore, duke përfituar nga eksperienca e krijuar, por dhe nga eksperienca atyre që kemi tërhequr në këtë vallën tonë të europianizimit dhe të modernizimit të Shqipërisë. Pirini e tha, jam shumë dakord, si gjithmonë në fakt me Pirinin, po në këtë rast jam shumë dakord që kjo është një nga zonat më të bukura të Europës, nuk diskutohet. Dhe kjo meriton një zhvillim me standardet më të larta të Europës. Dhe këtu ne besoj bijem në ndërkohë që për sa i përket rritjes më të mëtejshme të mbështetjes nga ana jonë, ishim me Benedi, me prefektin, përpara se të vinim këtu tek kantieri i në stacionit të ri të Velipojës, është në përfundim.